Beroatin e kemi kogja shpesh në studio për shkak të punëve që i bën edhe duhet patjetër që t'i tregojmë edhe për publikun t'jetë një, po them kështu, një person i cili realizon gjëra të bukura edhe ato na shërbejnë gjithë neve. Berat Mirnica është njëri nga të rinjt i cili ka zgjedhur të promovojë në sytë e botës qytetin e Vushtri's përmes videove. Berat Mirnica është personi që fshihet pas platformës Vushtria Guide, platformë e cila promovon natyren dhe bukuritë e këtij qyteti. Berat Mirnica ka marrë një iniciativë interesante. Ai ka nisur të fotografojë e filmoj me dron zonat e bukura të komunës së Vushtrisë. Kjo guid virtuale kisha me thonë u kriju gjatë kohës të pandemisë. Fillimisht ka nisë me videon e pasqyrimit qytetit gjatë ditëve të para të pandemisë. Zyrtarisht ka fillu me 12 maj. E kom shfryzu që atë leje që me dal me promovu Vushtrën edhe me afru që aty në njerëzve që nuk kam pas mundësin që atë ku me dal në qytet, dhe më thonë mi po venet e veta ka i kanë përshën, sidomos atë pjesën në fshatrave. Prej në që ati momentit kam fillu edhe platforma Vushtria Guide ku e ka paraqit heshtjen e qytetit. Është një person që tregon gjitha të mirat e krejt komunës së Vushtrisë. Kur them komunës, i bie që Vushtria sigurisht që ka shumë fshatra, edhe secili prej tyre është duke u dokumentuar nga Berat Mirnica.